Qeveria ka emëruar Valdrin Pietrin në detyrën e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë së Trajtimit të Pronave, një institucion kyç në administrimin e proceseve që lidhen me njohjen, kthimin dhe kompensimin e pronave. Zotit Pietri u besua drejtimi i institucionit në një fazë të rëndësishme të konsolidimit të shërbimeve dhe avancimit të proceseve në fushën e pronave. Me një përvojë të gjatë në administratën publike dhe në drejtimin e institucioneve shtetërore, Valdrin Pietri konsiderohet një administrator me eksperiencë në menaxhimin e strukturave të rëndësishme. Ai ka përfunduar studimet e larta në financë kontabilitet dhe zotron një master të nivelit të dytë në leadership. Karriera e tij përfshin njësor pozicionesh drejtuese. Nga viti 2010 deri në vitin 2014 ka shërbyer si administrator pranë Ministrisë së Financave, ndërsa gjatë viteve 2014-2017 ka mbajtur detyrën e drejtorit të përgjithshëm në Ministrinë e Mbrojtjes. Në vitin 2018 u emërua drejtori i Hipotekës së Tiranës, ndërsa një vit më pas ushtroi detyrën e kryeregjistruesit dhe më pas ato të prefektit të qarkut Shkodër, që prej vitit 2022 ka ushtruar funksionin administratorit të AMI pranë Fondit Shqiptar të Zhvillimit, duke vijuar angazhimin në pozicione me përgjegjësi në administratën publike. Emërimi i tij në krye të ATP-s shihet si një vlerësim i eksperiencës së akumuluar ndër vite, ndërsa pritet të kontribojë në rritjen e eficiencës institucionale, forcimin e transparencës dhe përmirësimin e shërbimeve për qytetarët.